A e dinje nga vjen përtacia dhe atë që ti e quan jam dembele? A e din nga të vinë pasiviteti? E gjitha rënja e kësaj pasigurie, e kësaj neglizhence të jetës tënde që çdo gjë të sotme në le për nesër dhe asnjëherë nuk e përfundon, pavarësisht se ke ëndra të mëdhaja, është në mitrën e nënës tënde. Atje ku ti për herë të parë ishe embrion dhe kujtove që ti nuk ishe identitetin tënd, sepse jetonje në barkun e saj, në trupin e saj, dhe kujtonja që edhe ti ishe një. Pasiguria e nënës tënde që ndjente kur ishte shtatzan me ty, ajo shpirtërore dhe ekonomike, padukshmëria e saj, dashurin që nuk merte, problemet që ajo kalonte, po jo vetëm. Ti, bashkë me atë, ke ndjerë dhe pasigurin e gjyshes tënde, stërgjyshes dhe kështu me radhë. Je femër apo mashkull. Dhe kështu në jetë, përveç pasigurisë shpirtërore dhe ekonomike që ke patur, ke probleme dhe me dashurin. Nuk të shikojnë, sepse ti vetë e ke bërë vetën të padukshme, të padukshëm. Për të gjitha këto, sot në orën 20 në darkë me orën e Shqipërisë, do bëjmë workshop për lirimin e të gjithave problemeve që ndesh në këtë jetë, pasigurisë, padukshmërisë në të gjitha anët, dhe si femër, dhe si mashkull, dhe gjithashtu do marrim forcën tonë mbrapsh nga personat që i kemi dhënë. Dhe i pari person që ne i kemi dhënë është nëna jonë, sepse ne e ndjenim vuajtjen e saj dhe deshëm ta ndihmojmë, sepse është kjo lidhja shumë e fuqishme energjetike ndërmjet nënës tonë. Prandaj je burr ose grua, në çdo pozicion të jetës që je, ka zgjidhje. Sot është një rast shumë i bukur për ty. Prandaj shpejto të më dërgosh mesazh në privat tek telefoni 0030 699 321 46 37 që të marrësh link për sot. Nuk është dhurat, nuk është falas, por është vetëm një shkëmbim energjie, 66 euro për 4 orë. Do bësh terapi për 4 orë në thellësi dhe mbas kësaj terapie të shikosh jetën të ndryshoj. Unë jam e sigurt për këtë. Ti do të bësh diçka për herë të parë për veten tënde që nuk e ke bërë deri tani. Nëse po, shpejto të dërgosh mesazhin privat dhe të bësh pagesën me Juster Junior. Për më tepër, më shkruaj në Viber, Telegram ose në WhatsApp. Ju uroj një ditë të bukur dhe çfarëdo që bëni e bëni për vete. Gjithë të mirat.